Dhe një lidhje direkte do të ndihmoj Ervin Goci, një aktivist shumë i njohur, cilun e kam patur mik të emisionit. Çfarë është, nëse ju e dini, mua më paraqit në e kaluar, dy aktivistë kisha këtu, Edisoni, dikë tjetër, një vajzë tjetër, më paraqitën këtë Albanian Files, po ne për shkak të mungesës kohës nuk e kuptuan çfarë ishte. Kryeministri e mbrojti sot këtë Albanian Files, pavarësisht se tha që nuk e ka botuar ai si libër. Ndërkohë në protestë deklarohet si libër ku shfaqet grabitja e Shqipërisë nga veriu në jug. Çfarë është ky libër ka që diskutuar dhe kush e ka bërë atë? Më dëgjuat? Për mua ishte pyetja, sa nuk e kuptova mirë. Për ty. Nëse di gjë, nëse s'di. Okej. Shiko, ato i pjesë projekte sigurisht kanë qarkulluar, por në një libër ne nuk e dinim që shkatrimi i Shqipërisë do të ishte një compilation apo një përmbledhje dhe që do manifestoheshin, si më thënë, shkelje ligjore dhe korrupsioni në mënyrë kaq të hapur dhe kaq ekstremative. Ai libër është tamam një armë krimi e atij që e ka kryer, që e ka molepsur dhe që e ka, si më thënë, ka bërë arkitektin e gjithë asaj, me gjithë thotë i kanë bërë parathënien, por në fakt ai që i ka firmosur ato projekte është kryeministri me emër mbi emër dhe quhet Edi Rama. Duke e parë zbrëmshmi dosjen, unë aty mund të kem parë ndoshta një 20 shkelje, por kryesorja është që projekte të cilat ne nuk e dinim që mund të bëheshin në zona të mbrojtura dhe nuk e dinim që do ndryshojë ligji, që për vitit 2022 gjem aty me koncepte të paguara për firma ndërkombëtare. Pra, e kanë ditë që do ndërtonin atje, pa ndryshuar ligji dhe pa ndodh asnjë lloj, si më thon, avance nga pikpamja e qeverisë apo këtyre autoriteteve shqiptare. Çka do thotë që aty kemi të bëjmë me një korrupsion të pastër dhe kemi të bëjmë me konflikt interesi të pastër dhe kemi të bëjmë me shpërdorim detyre minimumi. Për të mos thënë pastaj për gjëra të tjera. E dini pse ka ndesë Sali Berisha një vit e kusur në shtëpi duke bërë xhiron çati? Për arsye se ka kaluar një akt normativ i cili është kthyer në ligj, i cili u kthente pronat disa pronarve dhe është konsideruar si konflikt interesi, përdorim detyre dhe akt korruptiv për t'i hapur rrugën, si më thonë, dhëndrit vetë që të ndërtojë në një tokë që sigurisht a ishte dhe pronar. Pra, shikoni çfarë ndryshimi ka kjo nga ajo që i ka ndodhur Sali Berishës me Edi Ramën. Unë nuk shoh as lloj ndryshimi. Nuk e kuptoj se si nuk vepron spaku, nuk e kuptoj këtë situatë se si ne duhet ta shikojmë dhe të shijojmë syt me këto halabakrira dhe të mos ketë asnjë lloj reagimi. Kjo është që mua më ka bërë përshtypje nga ajo ylli, unë e kam një kopje, e kam parë, e kam dhe online, ka dalë dhe në shpitje në pre-order në parablerje dhe do ta kem dhe kopje time personale, por ai libër do jetë turpi, do jetë, si më thonë, akti krimit të Edi Ramës dhe s'ka për t'ju ndarë sa tjeta. Ai sigurisht e nxjerr aty sepse ka hallin që thotë që s'ka asgjë, po ka përshtypjen se është shumë vonë për të reflektuar dhe për të kuptuar që ka bërë gabime fatal jetës vet. Zoti Goci, 30 ditë protest, plot një muaj në pikpamjen tuaj, ç'është bilanci i saj deri tani, shkurt, qartë, po fare thjesht për njerëzit, për popullatën si ishte mund në vazhdimisht. Shiko, protestën unë edhe sot guxoj ta quaj kombëtare sepse ka prekur gjithë hallkat e shoqërisë. Vazhdoj që të quhet guximtare dhe qendrestare për arsye se për 30 ditë njerëzit nuk janë dorëzuar dhe sot këtu ka me mira. Domethënë njerëzit janë tmerrsisht shumë njerëz krahasuar për një ditë të parë jave në gati fillim korriku me 39 gradë temperaturë dhe që duhet thënë për nga pikpamja e organizimit nuk është bërë asnjë lloj përpjekje përveç se dita dhe data. Pra organizimi i protestave sot që janë protesta për mua kombëtare, e vetmi informacion që ne dim është dita dhe data, nuk ka asgjë tjetër. Por ndërkohë ka hallka tjera shoqërore që po veprojnë, ka rreth intelektualësh, sot pash disa rreth arkitektësh,
pash kom parë student universiteti që po bëjnë takime, ka idea për të bërë mbledhje të tjera, pra shoqëria po glon dhe po lëviz, mos harrojmë komunitetet në për zonat e mbrojtura apo ato që quhen zonat e gardhuara, ku janë marrë padrejtësisht pronat e qytetarëve të Republikës, dhe aty ka pas reagim, dhe ky lloj intensiteti, ky lloj, si me thënë, vrulli, dhe ky lloj mobilizimi, mua më duket se vazhdon dhe nuk karon. Dhe të mendosh pas një muaji, tregon që shoqëria, unë e kam quajtur më shumë se protestë, e kam quajtur një social unrest, që është një trazir sociale. Pra shoqëria është fund një lloj trazimi social, nuk është thjesht protestë. Dhe do shikojmë në shumë afër, nuk besoj që kjo protestë do shuhet kollaj, dhe edhe nëse kjo, si me thonë, mund të ketë një pauzë, mund të ketë një lloj dobësimi për arsye që dihen, është sigurt që do të arrimar veten shumë shpejt dhe shtatori, si edhe pat me këtë aktin e studentëve, do jetë shumë i zjarrt dhe do jetë i papërmbajtshëm për Shqipërinë, për shqiptarët kudo ku janë, dhe do të theksoj edhe diasporën. Unë kam takuar me 10 njerëz që janë ngulur në Shqipëri dhe nuk lëvizin më nga Shqipëria, kanë lënë punët e tyre dhe këtu i ke, domethënë i ke në Shqipëri. Mjafton të bëni një çek me gazetarët nëpër njerëz këtu që vinë dhe do gjeni pafund student, ku ta diun intelektual, profesionist, punëtor, njerëz që jetojnë në diasporë dhe që janë ngulur këtu për të protestuar. Kjo është ajo që diun për protestën. Dhe jam i sigurt që nuk egzageroj dhe nuk jam duke thënë gjëra që nuk jam. E treta, zoti Goci, dhe fundit ka patur raportime që do të krijohet një kuvend kombëtar, qytetar. Ju e keni dëgjuar dhe çfarë është kjo sipas jush? Sa më shkurt. Më duket mbledhja e sa më shumë aktorëve, më duket një ide shumë e mirë, e kam përshëndet. Për mua, gjithë kjo energji e mbledhur një kuvend kombëtar, mendoj që duhet fokusuar tek një platformë kombëtare, veprimi dhe angazhimi, mobilizimi, se si të arrihet deri te dorëheqja e kryeministit që është qëllimi kryesor. Pastaj për parti politike dhe për instanca të cilat mendoj që as kushtetuta shqiptare nuk i njeh, unë për veten time jam pak hezitues, por duhet dim që parlamenti sot është inekzistent. Duhet dim që institucione ekzistente, opozita është inekzistente përveç disa deputetëve të cilët i përshëndes, sepse kanë dalë, si më thonë, radhët dhe janë duke u sjellë në mënyrë shumë miqësore dhe shumë produktive tek protesta, por realisht të tërë aktorët institucionalë. Po s'ka si t'jenë ata sepse aty bëhet thirrje që të bjerë poshtë establishmentis. Ata s'do vinë të rrëzojnë veten. Megjithësa janë, e ka rrëzuar dhe veten, po një pjesë e ka rrëzuar. Kanë rrëzuar. Janë këtu, janë i gjen këtu. Po, unë i kam parë pak. Ervin, po, janë do i mbështesin fort protestën. Zoti Goci, unë falenderoj shumë për minutat që harxove favor të emisionit tonë. Në emisionet e ardhshme dhe emisionin mbar. Do të jemi edhe në studio dhe do të komunikojmë bashkë. Miki i vjetër, bashkëpunëtor i vjetër dhe miki i emisionit. Falenderoj shumë.